Të nderuar shikues, rikthyem në pjesën e dytë me personalitetin e dytë për sot. Ashtu si që e theksova më herët, që sonte pra është nata e ndrimit të motmoteve dhe të gjithë qytetarët festojnë, por ka dhe nga ata të cilët janë në punë për sigurinë e qytetarëve në këtë natë festive. Një ndërto e përmenda më herët që janë policët, janë zjarfikësit, janë mjekët e kështu me radhë. Për të folur pak për rendin dhe qetësinë në qytet dhe apelin që duhet të japim për kujdes gjatë festave apo konkretisht gjatë festimit të natës së ndrimit të motmoteve, tani do të flasim pak edhe nga sektori i punëve të brendshme në Tetov. Për të na nderuar me prezencën e tij në emisionin tonë, ne kemi të ftuar vetë zëdhënësin e SBB Tetov, zotëri Fatmir Rexhepi. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje dhe mirë se jeni. Fillimisht faleminderit shumë që keni kontribuar edhe gjatë këtij viti me deklarata, me emisione në televizionin ton. Faleminderit shumë dhe ju jemi shumë mirënjohës. Është kënaqësi edhe jona, për arsye se siç dihet për ne si sektor për punë të brendshme dhe në përgjithësi për Ministrinë e Punëve të Brendshme, mediumet janë dritarja ku tregohen sukseset dhe puna jonë të cilën për çdo ditë jemi duke u ballafaqoar me lloj-lloj situatash. Si ka qenë ky vit 2025 për juve? 2025 shumë dinamik, me shumë punë, sfida dhe peripeci, të cilat për fat të mirë ja kemi dalë që t'i realizojmë me sukses shumicën prej tyre dhe siç e dini edhe vetë policia ballafaqohet me lloj-lloj problematikash sepse nuk kemi të bëjmë si puna e spitaleve, apo si që përmendet edhe më herët zjarfikësit. Në këto raste ata kanë të bëjmë vetëm me zjarre, kurse policia me çdo lëmi të cilët, me çdo profesion, edhe policia me dojë mos të jetë e kyçe. Për këtë arsye, 2025, si çdo vit, edhe 2025, gjatë periudhave të verës, ballafaqohet me problematikat e kaosit në trafik, si që mundim të quajmë, apo frekuencës e lartë të trafikut, për arsye të shumta, si që dini edhe vetë, mungesë të mjaftueshme të numrit të parkingjeve në qytet, ardhjes së mërgjimtarëve, ku duplohet apo shtohet numri i përgjithshëm i automjeteve në trafik, kështu që për ne është një sfidë e madhe për të ballafaquar dhe për të ofruar një komunikacion të rregullt dhe pa pengesa. Kryesisht problem kryesor bën lagjet e qytetit, për shkak se bulevardet, si që dini edhe vetë, një korsi është e lejuar për parkim, shpeshherë qytetarë të pandërgjegjshëm veturat e tyre i parkojnë edhe në rreshtat të dyfish, kështu që e ngarkon edhe më tepër komunikacionin. Kështu që masat adekuate që kemi marrë ne si sektor, pra kalojmë në vend të dytë pas Shkupit si qytet. Mirë po, shpresojmë edhe në ndërgjegjësimin e vozitësve dhe qytetarëve që të kemë parasysh se çdo pengesë mund të jetë pengesë jo vetëm për pjesëmarrësit që janë në trafik, por edhe për ata personalisht. Me çfarë u karakterizua viti 2025 për sektorin e punëve të brendshme në Tetov? Sektori i punëve të brendshme në Tetov, siç e cek edhe më herët, është ballafaquar me të gjitha lëmiet dhe llojet e shkeljeve, mirë po si pjesë e kësaj e punës në të cilën e kryejm, pra mund të them se karakterizon lufta e paprecedent ndaj krimit të organizuar, ndaj fajidexhive, ndaj tregtarëve të paligjshëm të drogave narkotike, ndaj vjedhësve të cilat dëmtojnë pronën e qytetarëve. Kryesisht pra pikë të veçantë, tekst të veçantë i kemi vendosur komunikacionit, sepse një numër shumë i madh i viktimave të cilët gjatë vitit ndrojnë jetë në rajonin tonë është pra pjesëmarrësit në komunikacion, ku në mënyrë preventive apo parandaluese duke mbajtur ligjërata nëpër shkolla, nëpër emisione televizive kështu me radhë, nëpërmes komunikatave tona parandaluese të cilat për çdo ditë i lëshojmë. Kështu që sadopak të ndërgjegjësojnë qytetarët dhe të zvoglojmë numrin e viktimave në komunikacion, por edhe të shkeljeve apo veprave tjera penale në rajonin tonë. Meqense se ju pak më herët përmendët disa raste, cilat janë rastet më të raportuara gjatë këtij viti? Si raste më të raportuara gjatë vitit 2025,
përsëri ngelen pra trafiku apo shkelje që ndodhin në trafik, siç janë shkeljet e kalimit të shpejtësisë, përdorimi i alkoolit gjatë pra vozitje në gjendje të alkoholizuar, pastaj pasojnë vjedhjet dhe vjedhjet e rënda. Kemi raste të shpeshta të paraqitjes të gjithsesi të raportimit të rasteve të dhunës në familje, kur një pjesë e madhe e qytetarëve tani më janë ndërgjegjësuar dhe çdo dhunë apo pa marrë parasysh kemi të bëjmë me dhunë psiqike apo fizike, pra janë inkurajuar dhe të njëjtat i raportojnë dhe nuk hezitojnë as pak. Kjo falë emisioneve të shpeshta të mediumeve, të portaleve të ndryshme, kështu që qytetarët pa marrë parasysh gjinia dhe mosha, pra nuk hezitojnë dhe i raportojnë të gjitha llojet e dhunës në familje. Ka pasur ndonjë risi, le të themi, këtë vit në sektorin e punëve të brendshme në Tetov? Risi kryesore janë tani më e reja që arriti ta kap 2025, në është arritje 10 automjeteve të reja të tipit Peugeot 408, të cilat do t'i përdor policia e Tetovës, të cilat janë mirë të pajisura me çdo lloj pajisjeje për kontrollin e komunikacionit. Një tjetër risi që ishte prej periudhës së verës që filloi tani vazhdon është vendosja e pajisjeve të monitorimit, pra kamerat e sigurisë, të cilat janë vendosur në pika kyçe dhe ndjekin situatën në rajonin e Qëmbulon sektori për punë të brendshme Tetov, në qytetin e Tetovës dhe Gostivarit, kështu që ata detektojnë çdo lloj shkelje, çdo lloj pra vepre që ndodhen në rajonin tonë dhe të njëjtat pra do të shfrytëzohen si dëshmi në procedurat e mëtejshme. Sonte është nata e ndrimit të motmoteve. Çfarë apeli dhe çfarë kujdesi duhet të kenë më shumë qytetarët, çfarë mesazhi do ish i drejtuar qytetarëve, sidomos për përdorimin e mjeteve piroteknike që kanë pasoja shumë të rënda, por edhe në përgjithësi çfarë kujdesi duhet kemi? Kujdes kryesor i përbashkët është që, siç dihet, shumica e qytetarëve do të festojnë jashtë shtëpive të tyre dhe ata duhet të sigurojnë shtëpitë e tyre, dyert dhe dritare, që të jenë të mbyllura, sepse siç dihet, nëse dikush feston, dikush frizon rastin dhe mund të keqpërdor momentin dhe të dëmtoj pronën të vjedhë gjësende me vlerë. Kështu që u apeloj qytetarëve të kenë parasysh këtë gjë, të kenë parasysh që sado që na si polici dhe institucionet tjera të mundohen të kontrollojnë përdorimin e mjeteve piroteknike, në atë numër të madh të qytetarëve të cilët do të dalin të festojnë në qendër në sheshin e qytetit, nuk ka kur një lloj mundësie që të kontrollohen të gjithë dhe të ndalohet përdorimi i mjeteve piroteknike. Apeli im si përfaqësues i institucionit pra sektorit për punë të brendshme të Tetov është që të kenë kujdes dhe të mos lejohet fëmijëve që të përdorin këta mjete, sepse siç e keni vërejtur në buletinin e ditës së djeshme ekzistonte një rast ku një fëmijë 8 vjeçar kishte dëmtuar në masë të madhe pjesë të dorës nga pra aktivizimi i një fishek zjarri, i cili mos dash Zoti, them inshallah jo, që mos të ngelet me dëmtime në ekstremitete, të mos jemi dëshmitar të veprave të tilla, të rasteve të tilla. Shpresoj që sonte edhe mjekët e urgjencës të mos kenë aktivitetet të tilla, për arsye se çdo aktivitet i joni është dëm për dikë. Çdo intervenim i joni është dëm për dikë. Apeloj tek qytetarët të cilët do të aktivizojnë. Gjërat të tilla të blejnë vetëm nga kompanitë të cilat janë të autorizuara për shitjen e tyre, sepse ajo kompani që do ta shet do të mbajë përgjegjësi për çdo gjë. Dhe çdo gjë që shitet në mënyrë ilegale nuk janë të certifikuara dhe rreziku është më i madh, sepse nuk dihet sa është, domethënë, ai afati i aktivizimit të saj nga momenti që e ndes deri në momenti i plasaricës. Dhe rreziku është edhe më i madh. Të kenë kujdes të mos i lëshojnë të njëjtat nën këmbë të personave, nëpër balkonet të shtëpive, nën automjete, sepse shumë lehtë këndi apo plasëritje të tilla mund të krijojnë zjarre të përmasave të mëdha, sepse siç dihet, pra kjo përbën pastaj edhe vepër penale. Kur jemi këtu tek festat, manifestimet, është gjithashtu edhe periudha e dasmave të sezonit të dimror. Çfarë këtu duhet kenë kujdes qytetarët?
Kujdes kryesor është të mos e krijojmë pra dasmën në zi, të mos shkaktojmë ngëzime apo hare familjare në dëmtime të pronës personale apo të dikujt tjetër. Si që dimni edhe vetë, ka raste kur darsmorët apo misafirët në darsëm, gjatë darsmave përdorin edhe armët e zjarit, përdorin edhe aktivizimin e flakadanëve, kështu që në këtë mënyrë mund të bëhen shkak apo për ndonjë viktim. Kështu që apeloj deri tek qytetarët, kryesisht tek darsmorët, të marrin masa paraprake, të mos lejojnë një gjë të tillë, sepse gëzimi mund të realizohet edhe në mënyra të ndryshme. Por rastësi me shkrepjen e plumbave nëpër ahengjet familjare, gjithashtu ata që do marrin përsi për të aktivizojnë flakadan, të njëjtat t'i raportojnë në stacionin më të afërt policor, sepse në rast se nuk raportohet, kjo përbën shkelje, prishje e rendit të qetësisë publike dhe ndaj tyre do të parashtrojnë parashtresa përkatëse. Të ndalemi tek pjesa e mjeteve piroteknike edhe pak. Do thënë përdorimi i të gjitha mjeteve piroteknike dënohet me ligj apo? Përveç mjeteve piroteknike që janë të blera nëpër kompani të certifikuara për këtë veprimtari, pra ata gjatë momentit të aktivizimit, në rast të shfaqjes së ndonjë problemi apo ndonjë pasoje, mbartin përgjegjësi maksimale ligjore për çdo dëm që do të arrit. Çdo mjet piroteknik i cili blehet në mënyrë ilegale, nëpër rrugë, nga persona të paautorizuar, pra përgjegjësinë nuk e mbart askush. Dhe mjetet piroteknike të cilat shiten në mënyrë ilegale, ata janë prodhuar edhe në mënyrë ilegale. Dhe askush nuk e din sasinë e barutit që ndodhet në të dhe çfarë pasoja nesër mund të le. Kështu që nuk lejohet, pra është e paligjshme në rast se një qytetar hudh një fishek zjarr të përmasave të mëdhaja që më të mëdhaja, nuk e di si i quajnë ato, pra në këtë rast përpara këmbëve të një gruaje shtatzanë. Mund ta keni parasysh se çfarë pasoja mund të lënë. Të aktivizon gjëra të tilla para fëmijëve të vegjël. Kështu që një gjë e tillë, një gest i tillë do të kishte lënë pasoja me përmasa fatale. Pra, kështu që do kisha lutur qytetarët që gjatë kësaj natë çdo gjë që është e palejuar të mos përdoret. Kryesisht apeloj tek vozitësit, të cilët mënyrën e festimit të tyre do të marrin gjatë pirjes së pijeve alkoolike, të njëjtit të mos fizojnë automjeteve të tyre, sepse timoni dhe alkooli nuk shkojnë kurrë bashkë. Mirë do ishte të siguroj një taksi ose një shok i cili nuk pin alkool që të mund të drejtojë automjetin. Në këtë mënyrë do të zvoglojmë edhe mundësit, edhe pasojat, edhe çdo gjë e keqe që mund të vijë. Cilat kanë qenë ngjarjet që kanë pasur apo që kanë bërë më shumë bujë këtë vit në sektorin e punëve të brendshme? Si ngjarjet të cilat kanë bërë më shumë bujë, shpesh e dini shumë mirë që janë ngjarjet për fat të keq që them, kanë bërë bujë mediatike, por edhe tek qytetarët janë ngjarjet e kronikës së zezë, për arsye se shpesh fatkeqësia dikuj përdoret edhe për përfitime personale. Pra, për një klikim në Facebook apo YouTube, shkruajnë çmos, gjëra edhe të pavërteta, vetëm e vetëm që të marrin klikime dhe lëzushmëri. Dhe kjo nuk është në rregull. Kemi pat raste të vrasjeve, kemi pat raste të vetvrasjeve, kemi pat raste të vjedhjeve të rënda, kështu që ne si sektor, pra kemi regjistruar një laramani apo një llojshmëri të lartë të rasteve, sepse jo rastisht mbulojmë një rajon ku edhe dënësia e qytetarëve, e numrit të qytetarëve është më e lartë, edhe si qytete, pra mbulojmë 2 qytete të cilët janë pra me numër të madh të banorëve, kështu që në qytete të mëdha ndodhin edhe gjëra të mëdha.
Bashkëpunimi me mediumet këtë vit si ka qenë? E ceka që në fillim. Dritarja e çdo institucioni janë mediumet. Ata që ne e punojmë, pra shifet nëpërmjet mediumeve. Jo çdo qytetar ka qasje deri tek policia, jo çdo qytetar ka qasje tek institucionet shëndetësore, institucionet juridike e kështu me radhë. Pra, ajo që ne punojmë, realizojmë, pra qytetarët njoftohen nëpërmjet mediumeve. Dhe mund të them se bashkëpunimi ndërsjell ndërmjet mediumeve si ata lokale, si ata nëpërmjet rrjeteve sociale siç janë portalet, si ata mediume pra televizionet nacionale, pra kemi patur një bashkëpunim të përkryer, mund të them, sepse derisa kemi një mirëkuptim dhe kemi një durim, sepse tek na ndodh rasti që një gazetar e kërkon një informacion me një herë për me. Nuk është një gjë që sot tash do e them kështu, dhe pas 15 apo 20 minutave do mund të ndroj. Jo, ajo që ka thuhet nuk ndryshohet më. E këtë gjë u amundson rrjeteve sociale, interneti, mediave që janë nëpërmjet rrjetet sociale, që ata që e shkruajnë, mas një kohë ta fshin apo ta ndryshojnë, ta modifikojnë, tek na një gjë e tillë nuk është e mundë. Për atë arsye, për të dhënë një informacion, thot, më duhet edhe jo oficialisht, nuk mund të jap, jam përfaqësues institucional dhe nuk mund të jap informacion jo oficial. Do presish derisa të konfirmohet rasti dhe ne kemi edhe duhet dikush ta kuptojë hierarkinë tonë, sepse derisa të vi informacioni në publik do të kaloj disa filtra, kështu që derisa të japin aminin apo të gjithë ata që janë pra në këtë rast janë të përgjegjshëm për atë punë, atëherë mund të del informacioni si themi ne si ajo buka e pjekur prej fure, do të thonë edhe informacioni edhe nesër nuk do të pasojë asnjë ndryshim. Por çdo gjë e përshpejtuar është e gabuar. Por mund të themi se për këtë arsye përmenda këtë gjë, sepse kemi patur një mirëkuptim, një gjuhë të përbashkët me gazetarët, me kolegët tuaj, dhe më gëzon fakti që jam zëdhënës në një rajon ku me të vërtet kemi një raport të shkëlqyer me ta. Zoti Rexhepi, faleminderit shumë që ishi pjesë e emisionit tonë, faleminderit që gjatë gjithë këtij viti keni raportuar për ngjarje të ndryshme dhe ju urojmë gëzuar festat. Si pari, unë ju falenderoj juve, sepse atë që punoj unë shifet nëpërmjet jush. Faleminderit që na jepni mundësinë që të jemi pjesë e emisioneve të tilla, që të na njohin më së miri qytetarët, e më së shumti pra bashkëpunimi ndërsjell si institucion medium. Besoj që edhe në të ardhmen do të vazhdojmë në të njëjtën tempo dhe në të njëjtën mënyrë, edhe nga unë e keni gëzuar pra vitin e ri, besojmë që në vitin 2026 do të raportojmë për më pak raste të rënda, për më pak viktima, sepse ky është qëllimi jon kryesor, parandalimi i veprave të rënda penale, vetëdijsimi i qytetarëve e kështu me radhë. Gëzuar edhe një herë, ju faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë edhe juve. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e dytë për sonte. Besoj që mesazhet dhe porositë do i keni parasysh dhe do të festoni kujdesshëm. Ne tani do të rikthehemi, do të ndjekim në fakt edicionin informativ të orës 15 dhe do të rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të pasdites.